Unë do të bëj thirrje, jo vetëm zhulaqotasve që janë rreth Shqipërisë, po dhe këta që janë në emigrim, të vijnë në Zhulat, të investojnë në Zhulatin, sepse është një vend prallor. Është një vend që mund të jetohet dhe jetohet shumë mirë. Dhe ashtu si një pjesë e shokëve të tjere, të cilët kanë investuar në për shtëpira, kanë bërë mrekullira. Kanë bërë një të mirë edhe për vete dhe për fshatin. Dhe për vete dhe për fshatin. Është një diçka, bile kanë dëshirën që një pjesë më kanë afruar që të vijnë të investojnë përsëri për Zhulatin. Sidomos për rrugët brenda fshatit. Ti sistemojmë, ti shtrojmë me cimento. Ja kanë filluar, kemi një lloj rrugë, është një emigrant, një Xiflo Muxhai quhet ki, e ku është në Greqi. Ai jo vetëm që ka bërë vil shtëpinë e tij, e kupton, po ka shtruar edhe rrugën këtu në mes të fshatit e të shtëpia. Dhe shumë të tjerë që investojnë. Dëshira është shumë e madhe. Prandaj u bëj thirrje tërve, hajdeni në Zhulat. Zhulati, kush ka një mik zhulaqot, është i bekuar nga Perëndia, kështu na thoshin plej. Ta